إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, salamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Imam Muslimi nxjerr një hadith nga Hamdala radhiyallahu anhu, e të cilën hadith Imam Nawawi në shpjegimin e Sahihut të Imam Muslimit e vendos në kaptinën e vlerës së vazhdoshmërisë së dhikrit dhe përkujtimit të botës tjetër dhe vëzhgimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në këtë hadith I njohur për neve kemi dobi dhe mesazhe të shumta. Një ditë për ditëve Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu përderisa po ecste rrugëve të Medinës e takoi Hamdalen radhiyallahu anhu dhe I tha: si e ke halin o Hamdale? Hamdale I mërzitur I tha: nafaqa Hamdala ya Abu Bakr. Hamdala është duke bën nifak o Abu Bakr. Abu Bakr I tha: subhanallah, çka kjo muhabet? Tha: o Abu Bakr, po shkojnë atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po na përkujton, po na këshillon, po na fol për xhennetin, po na fol për xhehenemin, po na fol për vdekjen, po na fol për botën tjetër, ka'anna ra'y al-ayn. Dhe na vim me një situatë, me një gjendje, sikur po I shohim me sy. E pastaj, kur ngritemi dhe dalim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, preokupohemi me gratë, fëmijët dhe dunjan ton, fenasina këthira, dhe harojna shumë prej asaj në të cilën ishim në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Abu Bakri radhiyallahu anhu: edhe na e kemi ndjenjën e njëjtë. Edhe na jemi në situatën e njëjtë. Këto Abu Bakri nuk I tha edhe une, po I tha edhe na. Do më thonë, krejt sahabët pas kanë qenë në këtë gjendje. Shkun të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Hamdala I tha: ja Rasulallah, nafaqa Hamdala. Ja Rasulallah, Hamdala është të bon një fak. I tha: çka puna?
tha ja Rasulullah, po vim të ti, në prezencën tane, po na fol për xhenetin, për xhehenemin, për vdekjen, botën tjetër, edhe kështu me radhë, derisa vim me një situatë, me një gjendje, sikur na pi shohim me sy. Mirë po më pastaj, ne po largohemi dhe po preokupohemi me gratë, me fëmijët dhe me dunjan tonë, me gjithë shka prej dunjas, tregti, pasuri, shoqëri, hec me dal me hyn me kështu me radhë. Dhe harojmë shumë prej asaj gjendjes në të cilën jemi në prezencën tënde. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Walladhi nafsi biyadihi", pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jam, sikur jo të vazhdonit, në gjendjen e njëjtë dhe në dhikr, qysh jeni në prezencën time, le safahatkumul malaikatu ala furushikum wa turukikum. Kishin ju fol për dore me laçet në për shtretërët tuaj edhe në për rrugët tuaja. Lakin ja Handhala, mirë po o Handhala, sa'atan, ja përsëriti 3 herë. Mirë po i tha o Handhala, pak për këta, pak për këtë tjetrën, pak me këtë, pak me atë tjetrën, pak preokupim kur vini në xhami, e pak preokupim me diçka tjetër kur dilni prej xhamisë. Hadithin të smethon Imam Muslimi. Pjesa e parë e hadithit, Abu Bekri e pyet Handhalin si e ki hallin. Dhe kjo është edukata e besimtarit, që pas selamit që a jep njëri tjetrit të kujdesen për hallin e njëri tjetrit. Edhe kur shifemi, mirë po edhe kur nuk jemi prezent. Tradit, moral, cilësi e besimtarit është me u kujdes, me u interesu për gjendjen e muslimanëve, e vëllezërve, e besimtarëve për hallin e tyre. Handhala i tha, nafaqa Handhala, ja babak. Handhala ju përgjigj me një përgjigje precize, me diçka konkrete. Çka? Abu Bekr nuk e pyeti ç'e ki punën me imanin. Tha si e ki hallin. Te kjo si e ki hallin, hyn gjithçka. Handhales, e kështu ishte tradita e shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kishin dertin e kësaj dunjaje shumë, edhe pse ishin të prekupuar me këtë dunja, me atë çka duhet të prekupu njeriu për kësaj bote, me punë, me familje, me edhe kështu me radhë. Mirë po fokusi se kishin aty. Sikur që është gjendja e njënit prej neve sot. Kur ti thush si e ki hallin, valla be, ka bo jeta e vështirë. Me njëherë të jeta ka përcel. Me njëherë të gjendja materiale e jetës së kësaj bote. Handhala fokusin e kishte të imani vetë. Dertin e kishte të besimit vetë. Preokupimin kryesor e kishte botën tjetër. Tha Abu Bekr, munafik Handhala, o të bo një fak. Kur i tha kështu, Abu Bekri u habit. Çka puna? Kjo që i tha Handhala, një fakut të bu Handhala, që në kalëzën neve? Kjo në mëson neve se sahabët e kanë marrë në hesab vetën shpesh. E kanë marrë në logari vetën e tyre shpesh. E kur njëru ta merë në logari vetën e vetë, edhe i mediton të këqijat e veta, makatet e veta, edhe punë të mira, si del matematika që shduhet. Nuk i del matematika që shduhet. Pse? E kemi cek të shkaqet e istikfarit. Apo, se njeriu sa do që të ban adhurim dhe ibadet, nuk ka mundësi me adhuru Allahun që shëmëriton Allahun. Sa dush me po dhekër. Sa dush me madhnu Allahun, na nuk mundem me arrit me madhnu Allahun qysh Allah e meriton. Ti e në noksani, çdo. Për këtë shkak,
duhet me bo shumë istighfar që Allahu më na i falë. E sahabët e kanë marrë llogari vetën. Kur e ka fut vetën në llogari, si ka dalë matematika mirë. Dhe kështu ka qenë rruga e tyre, kështu ka qenë morali i tyre, në përditshmëri me marrë vetën në llogari. Hasan al-Basriu tha, besimtari e merr në llogari vetën e vet, e shtin matematik vetën e vet, e shtin hesab vetën e vet në çdo send. Në çdo send, në çdo lëvizje që e bën, çdo punë që e kryen, çdo prokupim me cilën prokupot, e pyet veten, o filan. Me këtë vepër ku do me mrija? Me këtë vepër çka ke për qëllim? A ke për qëllim këtë botë apo botën tjetër? A ke për qëllim kënaqësinë e Allahut apo diçka tjetër? E merr vetëm llogari. Tha Allahu xhalla xhelaluhu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun. Wal tanzur nafsum madha qaddamat li ghadin wattaqullah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Shikoni sa precizë fjala Allah subhanahu wa ta'ala. Tha ju që keni besuar, keni frikë Allahun. Çka do të thonë me pas frikë Allahun? Kan thonë dietarët, shkurt. Me pas frikë Allahun do të thonë me vendos një pengesë mes teje dhe zjarrit të xhenemit. Me pas frikë Allahun do të thonë ti me një anë, zjarri i xhenemit me një anë, e ti me vendos një pengesë mes teje dhe zjarrit të xhenemit. E kjo pengesa është realizimi i udhëtimit të Allahut dhe largimi prej harameve. Pastaj çka tha Allah? Wal tanzur nafsum madha qaddamat li ghad. Le të shikon se cili për juve që ka përgatit për nesër. O vëllezër, në këtë periudhën e fundit kohore jemi dëshmitar të ngjarjeve të shumta që po shkojnë njerëzit sot tash nesër nuk është. Parzit ke sot tash nuk është. Po shohim ngjarje të shumta të vdekjeve të shpejta. Të njerëzve që ti e di që sallam s'ka pas kur gjë. Kjo kohë të fundit u shndodh shpesh. Dhe kjo për shembull të kiametit. Një prej këtyre njerëzve që vdesin shpejt, mundemi me qenë dikush prej neve. Çka jena tu prit? A jena duke prit marrë me lekë vdekjes sa? Pa atëherë më nuk ka kthim prapa. A dit nuk ban dobi pishmallëku. A dit nuk ban dobi lutja Allahut me na kthy mas, nuk ban dobi. Po thot Allahu, o ju që keni besu, keni frikë Allahun. Edhe le të shikoj njëri për juve që ka përgatit për nesër. Wattaqullah, keni frikë Allahun edhe një herë. Edhe kjo Allahu çka thot tash? Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allahu është hollësisht i informuar për veprat që ju i bani. Sot ka mundësi na me qëndru me dikan me 10-15 vjet, edhe 20 vjet, edhe ta nditëm bashk, ama se cili prej shoqit mund të më shef diçka. Mund të më shef diçka. E ka kapacitetin me më shef diçka. Me qëndru edhe me më shef. Ama Allahu xhela xhelalu khabirun bima ta'malun. Hollësisht është informuar për veprat që ju i bani. Pra merrni vetën llogari. Çka tha Ibn Kathir rahimahullahu taala te ky ajet, tha hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Merrni llogari vetën tuaj para se t'ju marrin llogari. Merrni hesab. Futeni matematik vetën tuaj. Ku jeni? Kështu ishte rruga e shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe handale ja tregoi se Bekrin, tha Abu Bekr. A nuk ka një fakt kjo? Po shkojnë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, evlia. Në çfarë gjendje? Aq i ka këshillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq këshilla me ndikim, ja ka nisë me qajt. Ju ka tërqet trupi, ju ka shtu imani, u ka përmisu gjendje atyre komplet. E tash kur po jena me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shkurt, evlia. E kur po preokupomi, kur dalmi jashtë xhamis, jo me gratë, jo me fëmijët, jo me punën, jo me biznesin, jo me projekte, jo me atë, jo me këtë, po e harrojna shumë prej gjendjes të cilëmi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo fotografi të Handhalja radhiyallahu anhu ju duke nifak kjo. Kjo su nifak, Allah, ku kupërime vllazni super. Si po vetmona, pi shkeri këtë kufit.
Sa po jam xhami me hoxhën loçk, si po dal me kaçarshia pe upi busullën. Çka i tha Abu Bekri? Edhe na që shtohina, si tha dhe une, edhe na që shtohina. Në ditë rastisi me një mezhlis për mezhliseve, më thërën disa vllazni, njëri tha, o gjo, a ze besta, që filan temën e ki folë në hudbe, tha, sa kina dalë pijamis, më njëre kina bo, shkelit qësaj temës. Kej që shtojna. Zdo me thonë që si na mushmen, zdo me thonë që si jemi këshilu, se kështu kanë qenë edhe shokët e pejgamberit së stem. Ebu Bekri tha, edhe na që shto. Hajde shkëna të pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Kjo pjesë e hadithit çka na mëson neve? Na mëson neve se preokupimi me dunjë na haron shumë për ahiretin. Preokupimi me dunjë na haron shumë për ahiretin. Ama tash kjo preokupimi me dunjë, edhe pjesa e fundit e hadithit po na tallavitin hesapin pak. Se pejgamberi sa më tha, herë me këta, pak për këtë, pak për këtë, pak për këtë, pak për këtë. Shku dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja tregun ngjarjen. Edhe ju tha, në qoftë të pashaat të cilën shpirti jem është në dorën e tij, me vazhdu ju në situatën e njëjtë, me laçet për u dhe kanë më kap më fort për dorë. Çka do të më thon pejgamberi sa? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dashti Handalen me ndal prej dhikrit. Nuk i tha, ka se problem më kjo. Mos ban shumë dhikr. Nuk dashti me ndal prej adhurimit. Nuk ja legjitimoj gjunahin. Nuk ja legjitimoj gafletin. Nuk ja legjitimoj preokupimin me çështjet e kësaj dunjoje që ka patjetër u preokupu njeriu. Dashti me ja përmirësu këtë shkuptimin. Deshti me i thonë se ju nuk jeni në kategorinë e melaçeve. Për shkak se melaçet janë ata të cilët në çdo gjendje janë të njëjtë me adhurim. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, ka thënë Allahu xhalla xhelalu. Melaçet ditën dhe natën bëjnë tasbih e madhën Allah. La yafturun, nuk nalen hiç. Ju sjellni kësaj kategorie. Ju nuk jeni obligu, deshti mi thonë pejgamberit e stem, se ti o Handal edhe ju të gjithë, ju nuk jeni të obligu me ndryshu në të shmërin e juve. Me punu të ndryshojmë në të shmërin tonë. Së mundemi. Nuk është në mundësin tonë. Nuk është në kapacitetin tonë. Po çka jena obligu me bo? Na jena obligu me bo përpjekje. Na jena të obligu me bo përpjekje. Me u lodh, me u raskapit, me dhonë maksimumin, me ndje dhimbjen e lodhjes, për ta përmirësuar veten tonë. Ama tabiatin së në ndryshojmë komplet të natyrshmërisë në atë kuptimin e fjalës që mos të harrojmë. Se njeriu është që harron. Preokupohet me diçka e harron gjendën tjetër. Çka deshti mi thon pejgamberi sa sen? Deshti mi thon se ju me laçë së mboheni. Me një shembull të tillë pejgamberi sa sen me një hadith tjetër i tha një sahabi pejgamberit sa sen, a ka mundësi të qysh me arrit sevapin e mujahidit që lufton fi sabilillah? Ka thonë, a mundesh hiç me bo namaz hiç pa unal, edhe me agjëru hiç pa unal? Tha smoj. Tha sonarin. Smrihet mujahidi smrihet. Masi sunë ban këta, sunë mrin ata. Edhe pejgamberi sa dështi më thonë që ju sun dilni pi vetes. Sa'atan wa sa'atan. Tash çka marrin disa për njerëzve këtë hadith? Pak për këtë, thojnë po pak adhurim, pak gjunahe. Pak adhurim, pak shkeli kufive të Allahu subhanahu wa taala. Kështu e kuptojnë disa. Jo, s'është për qëllim kjo. Nuk dashni më thonë që ani pak gjunahe, pak këta, pak jo. Deshmi thonë pak adhurim, edhe pak preokupim me senet halal që në kësaj dunjaje. Që dush më preokupu me gruajën tënde, dush më preokupue. Me burrin tënd, dush më preokupue. Me fëmijën, dush s'ki ku shkon. E ki obligim preokupim me ta. E i mençuri, kanë thënë dietarët, i mençuri preokupimi me çështën e kësaj dunjaje e bën adhurim. E shndron në adhurim, në sevap. Gjumin e bën sevap, ushqimin e bën sevap, intimitetin me bashortën dhe bashortin e bën sevap, kreti pin sende të lejuara i bën në sende halal, në sende shpërblyese. Qysh me niyet. E ban niyet me hang ushqim që me bos trupin e fort për me boj ibadet, sevap. Sevap të hang qebapa, po, edhe qebap edhe sevap. Ç'jo e ma beti. Edhe ha qebapa,
edhe e ban njetin që nëpërmjet çevapave mu forcu me boj ibadet, ama jo me teprusu, mos ta zexhumi. Edhe në intimitet me bashortën i thanë Resulullah, a edhe në intimitet, edhe këtu, po thanë nëse shfrytëzonin haram, a keni gjuna? Po. Nëse shfrytëzonin halal, keni sevap te Allah. E ban njetin që me pas evlat hajrit, që Allah më dhon evlat hajrit, sevap kije. Edhe në aspektin fizik ki përfitime, edhe në aspektin imanor ki përfitime të Allah subhanahu wa taala. Dhe kështu të gjitha gjërat të kësaj dunjaje që janë të lejuara i shndron në sevape. I mençuri. Nuk i kalon dita vetëm se çdo send e shndron në sevap. E pejgamberi sa i tha, o Hamdala, kështu është dunjaja. Patjetër kena më preokupue. Po çka duhet me bëna në këtë preokupim? Na mësojmë një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha atij sahabijut, "Falyakun lisanuka ratibun bi dhikrillah." Le të jetë gjuha jote e lagur me përmendjen e Allahut. Përderisa ti dhe unë ina duke punu ndonjë punë për kësaj dunjaje, mundi me bë dhikr Allahut subhanahu wa taala. A kena mundsi? A kena mundsi? Të në kohën, s'kena mundsi se harojna. E ban njerët për të shpia jote, me shku dherin pazar, edhe e ban njerët për të shpia dherin pazar me bo këtë dhikër. Si të dash për të dhera, janë një se bo dhikrin, një 100 metra, ban dhikër, del njani të ebë, një selam, 2 muhabete, shkon pazar, ven për pazari, ka përcen këtë dita, ka përcen këtë java, ki haru që ki bu këtë lanë. Haron njëri. E që me bo, kur të harojna, mu këthyja. Mos më jalan këtë hapësinë e shejtanit, Allah zbant kur gjapi mu, pse po shkojnë ders mirë super, po dal pi dersi, gjuna e shikim haram, këtë haram. Tamam, ai bën këto. Kjo mirë. Që ç'gjë ndjenja jote super. Çish me super? Po ka dikush i ban edhe hiç se ka gajle. Po dikush i ban edhe hiç se ka dert, nuk e merr llogari vetën. Kjo që ty të han, kjo që ty të brend prej brenda, pse e bën gjunajin Allah subhanahu wa taala dhe e hub shpresën se mos u përmirësu, kjo është e mirë, kjo është shpresë e mirë. Kjo është sinjal i mirë që ti më u kthej Allahut dhe më kthej rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun që Allahu të bën të gjuhët tona të jenë të lagra për mendjen e Allahut subhanahu wa taala. Lutem Allahun që Allahu të na fal mëkatet tona. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu